diela e cila solli festën e Fitër Bajramit për besimtarët musliman. Ishte një ditë e shoqëruar me fest kryesisht në vendin tonë, por në Tiranë ndodhi një që mund ta quajmë dhe si incident në momentin e faljes namazit, sepse pati një keqkuptim, nuk e di apo jo, me orarin, por disa besimtarë mbetën pa u falur në orarin që ishte paracaktuar nga komuniteti musliman shqiptar. Po, dhe do tuam ta komentojmë pikërisht këtë, një gjë që nuk ishte ndodhur më herët me ish myftiun e Tiranës, me Ylli Gurën. Mirëmëngjes, kënaqësi që u kemi në këtë lidhje sal. Çfarë ndodhi zoti Gura? Ndjes për pamundësinë për qenë studio. Pa merak. E rëndësishme është që arritëm të lidhemi bashk. Mund ta shpjegoni pak çfarë ndodhi dje dhe pse shumë një pjesë e konsiderueshme besimtarëve u ankuan për faktin që falja që duhet fillonte në orën 7:30 nisi 15 minuta më herët. Nëse më lejon sfari, dëshiroj që atmosferën e Bajramit edhe nëpërmjet jush, që mund të rigeneruar dhe dëshiroj të uroj gjithë shqiptarët jo në Shqipëri, po gjithandej për gjendjen në botë, për shumë mod të fituar Bajramin e madh sfari. Por pastaj të dinte të vërteta që sapo përmendet, për fatin e keq, si nuk ka ndodhur asnjëherë në 35 vjet, patëm një jo incident, po një rast të paprecedente në gjykimin dhe mendimin tim koha ma konfirmoi qysh dje këtë, një skandal të vërtetë në organizimin e faljes së Bajramit. Po ka patur? Po. Ndërkohë që vetë nuk mund të them komuniteti se është diçka shumë më e gjerë dhe përfaqësive që nuk është për situatin, por kryesia e komunitetit, rrogtarët e saj, e caktuan orarin 7:30. Dhe ju keni qenë dëshmitar dhe keni përcjellë për të falënderos për çdo herë që për publikun që përcjellni eventet e këtij lloji për të gjithë, qoftë për bashkinë muslimane apo edhe për të tjerët, bashkëdhënësit tanë, dhe në çdo rast, edhe në kushte më të vështira, pra ku ka qenë shi apo ku diun, oraret kanë qenë precize në raport me organizimin e këtyre evente, e kanë fjalën në shesh sidomos, ose bulevardit Dëshmorët e Komit, e keni parasysh, apo në sheshin Skënderbej, pas asaj që u ribë. Dhe komuniteti që jep orarin 7:30 nuk i qëndron këtij orari, ndërkohë që ishin disa mira, vetra mira njerëz që janë të ftuar, si në fundit e lajmërimit ndaj bëhet publik, që të kryen ritualin e faljes dje në orën 7:30. Çfarë arsye mund të kenë pasur, Ylli? Çfarë arsye mund të ketë pasur që ka çuar në këtë lloj ngjarje? Ja, reagimi me të drejtë. Pikë pari, kanë mbetur disa mira njerëz, besimtarë dhe qytetarë që kanë ardhur dhe nga rrethinat e Tiranës, duke filluar që Vora, Kamza apo dhe Fortej, për të falur, për të qenë prezent në shesh. Për dëshirën e tyre se një moment është një herë në vit është Bajrami i Madh dhe janë lënë pa kryer këtë ritual disa mira, jo vetëm shkruan, por edhe përmes jush kanë përcjellë mira besimtarë që ftohemi dhe pastaj lihemi në mes të sheshit. Pse komuniteti musliman pati një reagim përse ndodhi kjo gjë, se unë pash që kishin bërë dhe një postim pas duke kërkuar ndjesë komuniteti musliman shqiptar. Po, ndjesë, handikapi dhe amullia ne ka trahuar jo në komunitetin musliman, se është një emër i madh, Bashkia Muslimane e Tiranës, por në kryesinë e komunitetit është e ditë pas ditëshme për fatin e keq. Kemi një xhami, pra aty ku është xhamia namazjat dhe komuniteti nuk guxojnë, filluar edhe nga ai që është me emër kryetar, që të mund të shkojnë të kryejnë një ritual, falje. Pra e kam thënë prej kohësh, disa paktën 3-4 vite e fundit. Kryesia e komunitetit nuk e këtij komuniteti e momentit për arsyet që dihen tashme. Pjesë e grupimit okult të Gylenit, për fatin e keq, nuk e përfaqëson dhe konfirmohet kjo edhe në një festë kombëtare dhe fetare të Bajramit që është jo vetëm e paaft, por ka vënë në lojë dinjitetin dhe besimin e besimtarëve.